Mast Channel. Please subscribe. A është ky momenti kur Bashkimi Evropian po shembet përfundimisht? Nuk ishte një bombë, nuk ishte asnjë trazir. Ishte një dalje në heshtje nga një sallë në Bruksel, që sinjalizon fundin e një epoke. Kur kancelari gjerman Friedrich Merz u ngrit në podium, hodhi syt nga delegacioni hungarez dhe u kërkoi: Zoti Orban, ne duam të na ktheni parat tona. I gjithë parlamenti priste të ndodhte ndonjë sherr, prisnin ulërima, prisnin kaos. Por ajo që morën ishte diçka shumë më e rrezikshme, heshtja absolute nga Orban. Viktor Orban nuk tha asnjë fjalë. Ai nuk e preku fare mikrofonin e tij. Thjesht u ngritën dhe doli jashtë sallë. Kamerat kapën shprehje në fytyrën e tij. Nuk tregonte frikë. Ishte thjesht një refuzim i ftohtë dhe i kalkuluar mirë. Pas tij, salla ngriu. Merz, zakonisht zëri më i fuqishëm në sallë, mbeti duke folur me karrige bosh. Poshtërimi ishte i menjëhershëm. Videoja e asaj karrige e bosh po ndahet miliona herë, nga Parisi në Varshavë, e etiketuar si fundi i kontrollit të Berlinit. Mos u mashtroni nga narrativa e medias kryesore. Ata po ju thonë se ky ishte thjesht një incident diplomatik. Ju gënjejnë, pasi ky nuk ishte një vendim i nxituar i momentit. Por ky largim ishte planifikuar javë më parë, ndoshta ishte një sinjal. Një kod për diçka që ka kohë që rritet në hije, lidhur me Europën lindore. Ndërsa Brukseli është i shqetësuar për buxhetin dhe vetot, një aleancë e fshehtë po formohet pikërisht nën hundën e tyre. Pse Ursula von der Leyen u pa duke bërë telefonata me tërbim disa minuta pasi Orban u largua? Pse delegacioni polak refuzoi të komentonte? Çfarë dinte Orban që gjermanët nuk e dinin? Heshtja në atë moment nuk ishte paqe. Ishte një qetësi para një stuhie katastrofike. Perëndimi mendon se ndëshkoi Hungarinë. Në realitet ata thjesht ranë në një kurth që është ngritur muaj më parë, dhe kur të përfundoni së pari këtë video, do ta kuptoni se Europa siç e njohim mund të mos ekzistojë më deri vitin tjetër. Për të kuptuar pse kjo heshtje ishte kaq shurdhuese, duhet të kuptoni saktësisht se çfarë tha Merz vetëm pak sekonda para se Orban të largohej nga salla. Kjo nuk ishte një kritik politike standarde gjermane. Ishte një deklaratë lufte financiare. Merz, duke folur me gjithë peshën agresive të linjës së ashpër të CDU-s, nuk kritikoi vetëm politikën e Orbanit, por sulmoi të drejtën e Hungarisë për të ekzistuar si një ekonomi sovrane. Jemi të lodhur duke paguar për mospajtimin tuaj, bërtiti Merz, me zërin që o shëtinte në sallë. Taksapaguesi gjerman nuk do të financojë më qeveri që minojnë vlerat tona. Nëse doni të vini veton ndaj sigurisë son, ne do të vëmë veton ndaj mbijetesës suaj. Ai përmendi shifra specifike duke ju referuar miliarda eurove që aktualisht janë të ngrira nga Komisioni Evropian dhe kërcënoi me përdorimin e nenit shtat, për t'i hequr Hungarisë të drejtën e votës, përgjithmonë duke e quajtur këtë një spastrimin të nevojshëm. Kjo ishte batareja e fjalëve që theu digën. Kur Orban u ngrit, kamerat kapën reagimin e delegacionit gjerman. Ata po qeshnin me tërbim, menduan se kishin fituar, menduan se po e turpëronin, por gaboheshin. Ndërsa Orban doli nga salla, sekretari i tij i shtypit po jepte një deklaratë, që qartë dukej se ishte shkruar disa ditë më parë. Kjo vërteton gjithçka që dyshonim. Hungaria e dinte se ky sulm po vinte dhe ata e përdorën Merzin si një rekuizit në teatrin e tyre politik. Brenda sallës, buzëqeshja u zhduk shpejt nga fytyra e Merzit, ndërsa ai kuptoi se salla po zbrazej. Nuk ishte vetëm Orbani. Brenda pak qastesh, diplomat nga Slovakia dhe përfaqësues kyç nga Partia Austriake e Lirisë filluan të kontrollonin telefonat e tyre, të mblidhnin çantat dhe të dilnin ngadalë nga dyert anësore, duke shkaktuar një reaksion zinxhir largimesh. Ursula von der Leyen, e ulur vetëm pak metra larg, u pa duke u përshpëritur në tension ndihmësve të saj. Lexuesit e buzëve thonë se ajo i pyeti: apo kthehet ai? Përgjigja ishte një jo e prerë. Pas kuintave situata u përshkallëzua në kaos total. Burime nga brenda ndërtesës së BE-s raportojnë se kancelari gjerman Merz u përpoq të kontaktonte delegacionin hungarez me telefon, menjëherë pas incidentit, për të qetësuar situatën para se të dilte në lajmet e mbrëmjes, por dështoi. Thirrja telefonike u refuzua. Nuk u dërgua as në sekretarinë telefonike. Një zëdhënës i qeverisë hungareze më vonë lëshoi një koment të shkurtër për shtypin duke thënë: ne nuk negociojmë me postier të zinj. Nuk marrim leksione morale nga ata që shkatëruan ekonominë e tyre. Ndërsa Brukseli ishte në panik, dokumentet të rrjedhura me kanalesh informative filluan të shfaqen në kanale në Telegram dhe në faqe alternative lajmesh në Varshavë dhe Budapest. Ky dokument i hartuar mendohet gjatë një takimi sekret në Bratislav muajin e kaluar. Përshkruan një plan emergjence të njohur si mburoja e sovranitetit, që përshkruan një kornizë të detajuar ekonomike për një Europë brenda Europës.
Plani diskuton krijimin e një zone të veçantë bashkëpunimi ekonomik që përfshin Hungarinë, Slovakinë, Serbinë dhe potencialisht Rumaninë pas zgjedhjeve. Qëllimi është i thjeshtë, pavarësi totale nga kërkesat industriale gjermane dhe financimi burokratik i Brukselit. Këto vende po flasin për një sistem paralel, kontrata të reja energjie direkt me partnerët lindor, protokolle të veçanta të sigurisë kufitare dhe një refuzim të pakteve të migracionit të BE-s. Merz mendoi se po ja ndërpriste furnizimin me para Hungarisë. Në realitet, mund të ketë ndërprerë kështu ndikimin e Gjermanisë mbi të gjithë krahun lindor të Europës. Reagimi në Varshavë ishte i menjëhershëm. Figurat e opozitës polake e shfrytëzuan momentin, duke ndarë videon e largimit të Orbanit me mbishkrime si guxim dhe sovranitet. Narrativa po ndryshon me shpejtësi. Për vite me radhë, Perëndimi i ka portretizuar udhëheqësit lindor si lypës të varur nga lëmosha e BE-s. Por arroganca e Merzit zbuloi një realitet tjetër. Perëndimi ka nevojë për lindjen për punë, për tregje dhe për siguri. Duke poshtëruar Orbanin, Merz nuk e izoloi Hungarinë. Ai bëri aleat gjysmën e kontinentit. Le të shohim pak shifra. Ekonomia e Gjermanisë po të kuret, prodhimi i tyre industrial është në rënje, po përballen me një krizë energjetike. Ndërkohë, ekonomitë në grupin e Visigradit po rriten, ato po sigurojnë marrëveshje energjetike që Gjermania nuk mund t'i prekë. Kur Merz bërtiti për paratë gjermane, ai po bërtiste nga një pozicion dobësie, jo force, dhe Orban e di mire këtë. Deri në orën 6 të mbrëmjes, rrëfimi kishte dalë plotësisht nga kontrolli i Brukselit. Mediat sociale kishin marrë zjarr. Hashtagu walkout apo doli nga salla ishte në trend, në 4 gjuhë të ndryshme. Ekipi i komunikimit i BE-s u përpoq të lëshonte një deklaratë që theksonte unitetin dhe dialogun konstruktiv. Por ajo mbulua nga mira komente që talleshi me brishtësinë e Unionit. Më pas erdhi goditja e fundit e mbrëmjes. Vonë në darkë, dolën raportime se avioni privat i Viktor Orban nuk u kthye menjëherë në Budapest. Në vend të kësaj, gjurmuesit e fluturimit treguan se ai po shkonte drejt një vendi neutral në Ballkan. Kush po e takonte Orbanin atje? Qarkullojnë thashetheme për një samit të nivelit të lartë emergjent me udhëheqës që nuk janë në BE, por mund të ketë qenë edhe një takim me Amerikanë. Nëse këto thashetheme janë të vërteta, Merz nuk shkaktoi vetëm një largim, por shkaktoi një riorganizim gjeopolitik. BE-ja është ndërtuar mbi idenë se nuk ka alternative largimi për shtetet anëtare. Nëse je në Union, qëndron, bindesh ose vdes surie. Sot, një burr u ngrit, doli dhe i tregoi botës se ndoshta dera është e hapur dhe kjo është ajo që e tmerron elitën në Bruksel më shumë se çdo gjë tjetër. Ata nuk kanë frikë nga fjalimi i Orbanit. Ata janë të tmeruar nga heshtja e tij, sepse kjo tregon se ai ka një plan që nuk i përfshin fare ata. Merz donte të tregonte forcë, në vend të saj, zbuloi dobësinë fatale të bashkimit evropian. Epoka e heshtjes së vazhdueshme ka mbaruar. Nëse dokumentet e publikuara të mbrojtjes së sovranitetit janë të vërteta, nuk po shohim vetëm një grindje diplomatike, po shohim preludin e një divorci. Mendoni pak, çfarë ndodh kur një kontribues neto si Gjermania injorohet nga gjysma e kontinentit? Çfarë ndodh kur kufit mbyllen jo nga Brukseli, por kundër Brukselit? Gjurmuesi i fluturimeve nuk gënjen. Orban po bën lëvizje ndërsa BE-ja ende shkruan njoftime për shtyp. Po bëhemi dëshmitar të një lojë me rrezik të lartë. Merz po vëbast se Hungaria do të vdes nga uria pa paratë e Unionit. Orban po vëbast se Unioni do të shembet pa bashkëpunimin me pjesën lindore të Europës. Njëri prej tyre është katastrofikisht i gabuar. Kështu që duhet ju pyes, a është kjo terapia e nevojshme e shokut për të shpëtuar kombet sovrane? Apo është e goja e pamatur e dy burrave që po shkatërrojnë një kontinent? A do të jetë viti 2026, viti kur harta europiane do të ndryshojë? Çarjet po zmadhohen dhe nuk ka para gjermane që mund t'i mbush. Shikoni lindjen e Europës me vëmendje. Historia e vërtetë e Unionit Evropian sapo ka filluar. Ky tërmet është i nevojshëm për të përmbysur konstilacionin. Të jeni mirë, të jeni zgjuar dhe veçanërisht të përgatitur. Mast Channel. Please subscribe.